Dhe e pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O Abu Bekër, çfarë ke lënë familjes do t'u kam lënë atyre Allahun dhe dërguarin e tij?" Për bujarinë e tij na ka dhënë shembullin konkret Umeri radhiyallahu anhu për ta përfshirë një herë për gjithmonë ku thot: "Garoja gjithmonë me Abu Bekrin radhiyallahu anhu për punë të hajrit, për punë të mira." Thot derisa në atë që quhet ndryshe, domethënë ftesa për kontribut për përgatitjen e Xheishul Usra, ushtrisë së vështirësisë për në Tebuk, thot ai Abu Bekri thash në këtë ditë, pra thot Umeri radhiyallahu anhu, mora gjithçka munda dhe e vura mbi krah, mbi supë dhe thash sot do t'ja kaloj atij Abu Bekrit. Thot dhe shkova tek pejgamberi alayhi salatu wasalam i gëzuar, domethënë donte t'ja kalonte vallë, para se dikush me drejt do të pyesi, a donte t'ja kalonte Abu Bekrit, domethënë që dukej në mesin e njerëzve, nuk e kishte këtë synim. Kur thot dua t'ja kaloj, domethënë dëshiroj që një herë t'ja kaloj në këtë garën që kam me këtë njeri, po jo se t'ja kaloj në mesin e njerëzve, nuk ishin me statistika ata se kush dha më shumë dhe kush dha më pak. Thot dhe më pyeti pejgamberi alayhi salatu wasalam: "O Umer, çfarë ke lënë në familje?" I thash: "O i dërguari i Allahut, kam lënë gjysmën e asaj që kam sjell dhe këtu." Allahu ta shpërbleft, Allahu kabul. Thot kur vjen Abu Bekri radhiyallahu anhu i ngarkuar, domethënë, thot më zi ecste derisa i vendosi përpara pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O Abu Bekër, çfarë ke lënë familjes do t'u kam lënë atyre Allahun dhe dërguarin e tij?" Thot Umeri nga ajo ditë, domethënë kuptova se nuk mund të konkuroj apo të garoj me këtë njeri.